Komisari Evropian për negociata dhe zgjerim dhe politikë qendrore Johannes Hahn sot në Bruksel ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të mos rrezikojnë atë që është arritur paraprakisht me dialogun. Lutja ime është të mos vihet në rrezik ajo që deri më tash është realizuar në dialogun Beograd-Prishtinë dhe se duhet shikuar përpara e jo pas, deklaroi Hahn para fillimit të takimit të shefave të diplomacive të vendeve të Bashkimit Evropian, duke u përgjigjur në pyetjen si është tensioni ndërmjet Kosovës e Serbisë pas rastit treni. Në pyetje nëse presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić shikon pas, Hahn u përgjigj, secili që nuk shikon përpara shikon pas. Në ndërkohë, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić për herë të parë pas pothuaj 18 vitesh të largimit të forcave serbe nga Kosova, përmend hyrjen e ushtrisë serbe në Kosovë. Mediumet nga Lugina sot publikojnë informacione për lëvizje të mëdha të ushtrisë serbe drejt Luginës së Preshevës, informacione të cilat nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Aspekti tjetër që Nikolić përsëri ka harruar është se kërcënimi i tij nuk është thjesht paralajmërimi i agresionit ndaj Kosovës, por edhe konfrontim direkt me Aleancën Atlantike NATO. Kryediplomati shqiptar Ditmir Bushati ka reaguar në lidhje me deklaratat dhe qëndrimet më të fundit nga ana e krerëve të Serbisë, duke thënë se kjo retorik nuk çon asgjë kundi dhe se zgjedhja mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vijë vetëm përmes dialogut. 2017 zbriti me këmbën e gabuar për Evropën juglindore. Fantazitë e egra të liderëve luftënxitës të Serbisë irrituan njësoj Evropën, shqiptarët dhe serbët. Në përvjetorin e masakrës nga ana e Serbisë në Raçak, Kosovë, kjo mbrojtje e agresionit është e papërgjegjshme dhe e turpshme, deklaron Bushati. Tonet e larta thekson ai të pajustifikuara duhet të ulen e të qetësojnë dhe arsyeja duhet të mbizotrojë. Kërcënimet dhe retorika nxitëse e liderëve të Serbisë nuk çojnë asgjë kundi, ndërkohë që pritet të ketë tensione më të mëdha pasi që pala kosovare ka paralajmëruar se në muajin shkurt do të rënojë murin në veri të Mitrovicës.